Hiç nuk po ju pëlqen situata e krijuar. Po e përcjellin me vëmendje seancën e Kuvendit të Kosovës, por po thonë se të zgjedhurit e tyre i kanë zhgënjur shumë, sepse po tregojnë tepër të papërgjegjshëm kur është fjala për formimin e institucioneve të vendit. Kjo është turpi i turpit për që ta shkajnë kanë organizacion. Turpi i turpit, mes më mujtë më marrë vesh, që 3 muaj ditë kjo ishin që Kosovë bërë. Fillim i ditë që të thash ne t'i bojnë dha 2 qeveri në t'i bojnë, edhe ata. Të moshuarit thonë se sikur të mendonin pak më shumë për popullin, situata do të ishte më e mirë, e jo kështu, pa parlamente, pa qeveri. Ajo shumicë vota që ka fitu për para, për shembull, ajo ka mujtë më hinë parlament. Po, e tash ti që jenë shqysh të gjellje, edhe mirë nuk o për popull, për shembull. Në pas shkone se është në matë reglet, të punë ishin kuj me vakt. E me prit në detë ashte, e mes me jam në veshë mish se punë. A imi të interesu fort, edhe ku më prit bash për arë të kjo ditë. Besoj që theshe nësë për shtyjet, e shala nuk shtyjet, e kryen këto punë një herë për gjithmonë të ashte, se banë më me të zhagite me të të. Bile pati qytetarë të Gjakovës që as që donin t'ja dini se po mbaj vazhdimi seancës konstituive, duke thënë se janë të zhgënjur nga këto vonesa pa kuptim. Partitë politike për këshirën për veti vëlla. Me fitu vetë. Shka intereson aty në jo duhet që kje qështu, jo duhet që kje qështu. Si do që të jetë, jeta vazhdon, u zgjodh apo nuk u zgjodh krye kuvendari.